Bismillahirrahmanirrahim, emrin e Zotit mëshiruesit mëshirbërësit, nderuar vëllezër dhe motra, selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh. Ne vim në fund të këtij muaji të begat, të muajit të Ramazanit dhe kësaj rruge të gjatë të agjërimit, për cilën ne si njerëz të besimit zgjodhëm që të ishim pjesë e kësaj ftese hyjnore. Mirë po si gjithmonë kur flasim për adhurimet, ne flasim dhe për një dimension të jetueshëm të adhurimit. Flasim për një dimension i cili lë gjurmë tek njeriu, tek ai i cili e zgjodhet ta bënte këtë rrugë. Ose më saktë, kështu ne i kuptojmë që adhurimet janë të pranuara, janë adhurime të kryera, janë adhurime të cilat kanë zënë vend tek ne. Aq sa ato lënë gjurmë, aq sa ato përjetohen, aq sa ato e vazhdojnë bukurinë dhe mesazhet e tyre që kanë. Megjithatë, ne në këtë fund muaji do përpiqemi të analizojmë rreth muajit begat kush ishin mesazhet kryesore dhe ç'na la pas, dhe si mund ta vazhdojmë në urtësinë, sepse agjërimi vërtet ndalon, por nuk ndalojnë mesazhet e mëdha të Zotit. Për ta diskutuar këtë bashkë me Bahar Kacilin, kam kënaqësinë të kem hoxhën dhe profesorin ton Ferit Pikun. Profesor, mirë se vjen. Mirë se gjetëm, faleminderit. Profesor, siç e nisa dhe në fillim, ja ka vendosur dhe vetë Zoti boshtet e agjërimit. Ato që ne në fillim të bisedave bashkë i kishim kur thamë që agjërimi ka disa mesazhe kryesore që ja vendos njeriu. Mirë, po gjatë muajit, dashje pa dashje dhe ne futemi në këtë atmosferë në këtyre mesazheve. Vim në fund të këtij muaji dhe agjërimi kalon. Tashmë kush ishin ato mesazhet kryesore që ne duhet i mbartim pavarësisht se kalon agjërimi, pavarësisht pra se themi ne e kryjm namazin, po pas namazit na ngeli. E kryjm haxhin, po pas haxhit na ngeli. Ndalojmë pak ke mesazhi i madh i agjërimit që vazhdon edhe pas heqjes dorë nga ushqimi dhe pija, pra që e kishim këtë muaj. Me emrin e Zotit mëshirues, mëshirbërës, mëshirplot, siç e përmende, njeriu ndoshta edhe pa pritur, pa kujtuar, sot është në ditën e fundit të agjërimit, pra natën që i paraprim festës së Bajramit. Edhe në një situatë të tillë, në përgjithësi, emocionet e njeriut janë shumë të përzierë. Ka emocione falënderimi, ka gëzim, ka një farë mërzie natyrshëm, edhe farë shqetësimi, që është shqetësimi drejt i besimtarëve nëse jam i pranuar, Zoti më ka pranuar këtë që kam bërë. Pra është një përzierje emocionesh që e gjitha është pozitive. Por zakonisht njeriu, nga që gjithmonë shikon përpara, ka të vështirë të kthehet mbrapa, të shikojë. Në natën e fundit të Ramazanit mendoj që është shumë e dobishme për secilin prej nesh, për secilin agjërues që ai të kthej pak kokën pas e të shoh fillimin e muajit. Përjetimet që pati në fillimin e muajit, çfarë objektiva pati ai? Objektiva që faktikisht ne ka përcaktuar vetë Zoti kur na bëri obligim agjërimin. Mendoj që kjo është gjëja më e mirë që mund bëj njeriu teksa kalon koha, në fundin e ditës, në fundin e javës, apo as më tepër në fund të një muaji të madh siç është muaji i Ramazanit. Emocionet duhet t'i menaxhojmë që një herë të kthehemi dhe të shikojmë pas. Ta shikojmë fillimin e muajit, pastaj të shikojmë në të ardhmen pas muajit Ramazanit. Nëse shikojmë fillimin e muajit Ramazanit, tashmë ka kaluar 29 ditë, ne do të gjejmë përsëri që ai ajet i cili ai urdhër hyjnor që ndron po aty në Kur'anin famlart, i cili gjithmonë na përmend neve urtësinë dhe qëllimin e agjërimit. O ju që keni besuar, unë agjërimin ju a bëra obligim juve, siç u ata bëra atyre që ishin përpara jush, me qëllim dhe me shpresë se të jeni të devotshëm. Tashmë ka kaluar muaji i agjërimit. Mirë po, pyetja është, a arritëm dot të realizojmë këtë qëllim madhor për cilin u obligua agjërimi? Devotshmërinë. A arritëm do të jemi më të devotshëm në këtë muaj? Devotshmërinë tonë si arritëm ta shprehim? A vetëm devotshmëri, ruajtje nga ushqimi dhe nga pija që falë Zotit na lehtësoi dhe erdhi koha që se patëm fare problem, por devotshmërinë shpirtërore arritëm do të realizojmë dhe sa realizuam? Po ashtu devotshmërinë në sjelljen tonë, në komunikimin tonë, në shikimin tonë, në marrëdhënie me njëri tjetrin. Ta shikojmë objektivin, qëllimin e devotshmërisë një rrafsh më të gjerë. Faktikisht këtë llogari duhet ta bëjë njeriu vetvetiu. Çdo njeri duhet ta bëjë këtë llogari, edhe më i sinqert se njeriu me veten e tij nuk ka kush që mund t'i flas. Por le ta shtrij objektivin e devotshmërisë jo thjesht si arritje të agjërimit fizik dhe trupor, por le ta shtrim
këto objektiv në disa rrafsh. Edhe unë do kisha dëshirë ta shtrim në disa rrafsh objektivin e devotshmërisë. E përmenda pak atë devotshmëri në aspektin e që jemi marrë më shumë me veten tonë. Pyetja është, a u morëm më shumë me veten tonë, a që janë për gjunahet tona, për të metat tona, apo edhe ky muaj na mori me analiza, me angazhime, me biografi, me opinione për njerëzit tjerë, a u morëm më shumë me familjen tonë. A e shijuam pak a shumë atë kënaqësinë familjare që ja kemi shijuar edhe në iftarët tona, në leximin e përbashkët të Kuranit, në duat e përbashkëta. Dhe kjo mendoj që është objektiv shumë madhor që duhet kishim mbritur gjatë muajit Ramazanit. Po ashtu, a është arritur objektivi i ruajtjes nga tmetat, nga gjunahet tona? A na ka pastruar Zoti për këtyre gjunaheve? Patjetër që mëshira është ajo që i mbështetemi, mëshira hyjnore, por një llogari njerëzore duhet bërë në marrëdhënie me njëri tjetrin. A i kemi ruajtur marrëdhëniet me njëri tjetrin, a se kemi shkelur tjetrën aty ku e mërzit atë, ku e dëmton atë. Këto mendoj që janë disa objektiva që ne duhet të kthejmë kokën e ta shikojmë fillimin e muajit Ramazanit nga ky këndvështrimi i këtij ajeti kuranor, me qëllim që të bëheni të devotshëm. Thash ne vim sot në fundin e muajit Ramazanit, por ky objektiv mbetet gjithmonë para Ramazanit, në mes, mbas Ramazanit, gjatë gjithë jetës. Devotshmëria është ai synimi final drejt të cilit ne vrapojmë, si me agjerim, si dhe pa agjerim. Shiko, profesor, është drejt që ne, si thosh, ta kontrollojmë pak rrugën nga shkojmë nga fillimi që kemi vendos, por është di gjë që njeriu nuk e ka të lehtë maj konstante. S'është e lehtë, domethënë, dashje pa dashje, agjerimi ka atmosferën e vet. Nuk e ka mund, po është dhe tjetri që të fton, është taravia, është iftari, nuk janë shumë komponentë që të shtyjnë që ti deri diku, si thosh, të futesh në këtë atmosferë. Mirë, po mas agjerimit, ne nuk mund të themi që nuk është një boshllëk. Është boshllëku ky, pra ky tërësia që neve na shtyn atje. Mungon kjo lloj dinamike deri diku, Dhe ndoshta kush do të ishin disa element që na ndihmon të mbahemi ne nga disa objektiv madhor, siç është një për shembull devotshmëria. Po të kapim dy koncepte kryesore, Kurani dhe devotshmëria, pra libri i Zotit edhe objektivi që është devotshmëria. Këto dyja si mund ngërshetohen në një formë që unë pavarësisht se tashmë nuk është ai që më thotë hajde falim teravit, ose s'është ky që thotë hajde shkojmë për një iftar këtej andej, por kam unë dy objektiva, kam dy gjëra me vete që më ndihmojnë mua si Vladimir, për shembull, si person tek që të eci prap në atë normalitetin tim si njeri. Ajo që përmenda shumë e drejtë konstantja e Ramazanit, ajo tempo, ajo gjallëri, ajo atmosferë që është tamam është hyjnore, patjetër që s'mund të jetë mas Ramazanit, sepse aty nga fillimi dhe deri në fund e ka përgatitur Zoti i gjithësisë, si shpirtin e njeriu, si frenimin e të keqes, po ashtu dëshirën për të kontribuar. Bashkësia është shumë më e motivuar, njerëzit janë shumë më të butë. Është tamam ajo thirrja ja baghi al khairi aqbil, o ti që kërkon hajër dhe mirësi afrohu, o ti që kërkon sherr dhe ligësi largohu. Dhe ne kemi ndjerë në Ramazan diçka të tillë. Gjithë atmosfera është motivuese. Predispozimi i njerëzve është patjetër që kjo nuk mundet të imagjinohet të jetë jashtë Ramazanit. Sepse Ramazani prandaj quhet një pjesë e udhëtimit, po një pjesë me intensitet shumë të madh. Është sezon i veçantë. Është tamam një reflektim i mëshirës hyjnore. Zoti gjithmonë ishte mëshirshëm, por në momente të caktuara ai reflektimin e mëshirës e ka shumë më të madh se sa në kohë tjera. Kjo atmosferë patjetër që nuk mund ta gjejmë dot jashtë Ramazanit, dhe ai boshllëku që krijohet sidomos menjëherë mas festës, ai vihet të re në jetën e gjithë secilit. Menjëherë njeriu kalon nga një intensitet i jashtëzakonshëm sikur ka dalë me një botë tjetër, identik sikur ka dalë nga një botë me një botë tjetër. Nga një botë që ti përjetoje sikur ishe gati jetë qiellore, ti kthehesh natyrshëm në atë monotoninë, rutinën e jetës toksore. Kjo përjetohet. Mirë po, nëse me vërtet kemi bërë një rrugtim një mujor, i cili ka patur me vërtet kënaqësi shumë të madhe shpirtërore, ka patur shumë aktivitet, ka patur një synim që ka qenë rritja e nivelit të devotshmërisë, kjo thash është sfida që na shoqëron ne pas muajit të Ramazanit. Me këtë pasuri, me këtë kapital që morëm
me këtë përjetim dhe familiaritet që patëm me devotshmërinë, me punën e mirë, një farë distancë që mbajtëm ndaj të keqes, e mbajtëm si me trupin tonë, me sytë tona, me veshët tona, munduam të ishim larg të keqes. Kjo është pasuria që ne duhet ta shfrytëzojmë për të investuar akoma më shumë në pjesën tjetër të udhëtimit. Dhe ato dy dimensione që përmende janë dy dimensione që janë specifike për muajin e Ramazanit. Dimensioni i devotshmërisë, që si objektiv në këtë rast, po. Objektivi i agjerimit dhe është Kurani i cili identifikohet shumë me muajin e Ramazanit. Ajo është në çdo muaj, por në Ramazan njerëzit natyrshëm kanë patur një lidhje shumë të fortë me Kuranin. Me të vërtetë nuk e gjen leximin e Kuranit në këtë nivel saqë gjen në muajin e Ramazanit. Nuk e gjen që njerëzit shfletojnë, dhe ai që di të lexojë, dhe ai që nuk di të lexojë. Njerëz një pjesë bëjnë hatme një herë, 2 herë, 3 herë, e dëgjojmë në 4 anë të botës. Kemi këto reelsat që vinë tani moment pas momenti me lexime të ndryshme, me popull të ndryshëm, pra ka qenë me vërtet një pranverë kuranore. Këto dy objektiva shumë të mëdhenj janë dhe pas Ramazanit. Kjo është aftësia që ne kemi, a do të mundemi ta përjetojmë devotshmërinë dhe ta reflektojmë atë në jetën e përditshme, në atë rutinën e përditshme të jetës, dhe e dyta, a do vazhdojmë ta kemi mik Kur'anin famlar dhe jashtë muajit të Ramazanit. Me devotshmëria reflektohet në punën tonë përditshme, në angazhimet tona të përditshme, në adhurimet tona, në angazhime qofshin të familjarë të punës, kurse Kurani do të jetë ai ushqimi që do të na ushqejë gjithmonë, do të na jap ato kënaqësi që me të vërtetë mund të jap Kurani famlar, sepse ajo është fjala e Zotit, është ushqimi qiellor, është ai që vendos disa marrëdhënie shumë intime mes lexuesit dhe krijuesit. Kurani është ajo që do të na sjell gjithmonë në vëmendje atë kënaqësinë dhe lezetin që ja ndjem asaj atmosferës së Ramazanit. Prandaj, këto dy objektiva faktikisht nuk përfundojnë me mbarimin e muajit Ramazan. Ramazani është muaj dhe muajt kanë fundin e tyre. Thjesht na kalojnë në një stad të ri. Kalojnë në një stad tjetër, domethënë, nëse kemi mbritur me vërtet një nivel të lartë të miqësisë me Kur'anin famlar, të njohjes, po themi një farë lezeti për ta lexuar, ose një farë peshmallnoku që se lexuam siç duhet. Po e vazhdon rrugën. Edhe e dyta, nëse kemi marrë po themi një trajnim të mirë në aspektin e devotshmërisë, me gjitha ato reflektimet e kësaj, mendoj që këto janë dy miqt dhe alatët më të fortë që do të na shoqërojnë dhe do të na ndihmojnë në udhëtimin. Që te episodi i parë, që me profesor Feridin kemi qenë ku kemi thënë që pavarësisht se Ramazani përsëritet, vjen çdo vit, pra kalendarik, pa ai nuk është një proces vendnumro, gjithmonë është proces ngritje. Unë më kujtohet një hutbë që kam dëgjuar prej një hoxhe para disa vitesh, edhe mas hapjes së klasikja, pas që bëhet hapja, edhe filloi, edhe mua më duk interesante të herë, po tash që reflektoj që i jap të drejtë. E falenderojmë Zotin tha që na e ka bërë agjërimin në Ramazan fars. Pse po të ishte synet, nuk do të agjëronin. Pse se synet e kemi në çdo kohë tjetër të vitit, edhe jemi shumë neglizhent. E falenderojmë Zotin që na e ka lënë disa agjërime të tjera synet. Pra që secili që don ta provoj veten. Pra nisesh me premisën kuj që ai që i ka dhënë hakun e Ramazanit, patjetër do ta gjejë veten edhe këto të tjera. Falenderojmë Zotin që na ka bërë 5 vakte detyrim namazit. Falenderojmë Zotin që na e ka heqë obligimin e namazit natës, pra që ka pas profeti sallallahu alajhi wasallam. Po të shohësh e gjitha kjo shkon në harmoni shumë të plotë me natyrën e njeriu. Pra dhe nëse do ta shohim kalendarin në aspektin linear, nëse do të bëjmë një lloj boshti horizontal, një lloj grafiku, edhe vreprat e njerëzve të boshti vertikal, do të shohim se në çdo kohë, në çdo muaj, në çdo situatë janë disa veprime specifike. Pra Allahu xhaleshanu sikur nëpërmjet adhurimit, jo vetëm që na shton veprat sevapet, por çfarë na nxjerr edhe nga monotonia. Për Ramazani nuk do ta kishte këtë vlerë ose devotshmërinë, nuk do ta kërkojshim gjithë vitit siç e kërkojmë Ramazan. Pra do të zbehesh ndoshta edhe ajo dhe edhe pasaj po t'i kthehemi në dimensionet historik. Omeri radiallahu anhu kur u përcaktu grafiku, po themi kalendarit hijri, çfarë tha? Ta fillojmë kalendarin me Shehrullahil Muharram, pra që është prej mujeve të shenjtë, po edhe përfundon me Dhulhijhen. Edhe po të shohësh gjithë muajt mos dalin të gjithë secili ka specifik në vet. Pra njeriu e kërkon Zotin në çdo lloj situate, edhe muaji Ramazanit është ky specifiku që e kërkojmë Zotin, po që në mënyrë absolute për mendimin tim reflektohet edhe tek muajt e tjerë. Pra gjendja jonë që krijojmë në Ramazan.
Ajo që përmendesht me të vërtet, nga njëherë në ato fjalime që kemi me miqe, me shokë, me dashamirë, them që është një fe e cila nuk të le të zej gjumi, sepse gjumi, gafleti, shkujdesja është natyrë njerëzore. Edhe besimtarët patjetër që bien prej kësaj, mirë po është një fe shumë dinamike, e cila e pakta gjë të zgjon prej gjumit. Të jep mundësinë të zgjohesh, sepse nëse gjumi dhe ai gafleti zgjat për një kohë gjatë, njeriu jeton si i turbullt. Gjatë ditës ai është një fe që minimumi kur i ka bërë detyrimet të zgjon nga gjumi i ditës. Çdo namaz për mua është një shkputje nga rutina, nga ajo smundja, nga shkujdesjes, dhe është një zgjim, një rizim, zgjim edhe me thirrje. Po, edhe me thirrje. Nuk është zgjim thjesht, thirrja vetë për çfarë është. E lloj të rreqe vëmendje, si thosh. Pikërisht është për të ndaluar, po themi, jetën që deri tani ti e ke, vetë fejat kanë nxitur të punosh. Pse i ndërtuar pazarët dhe xhamit ngjit me njëra tjetrën? Sepse nuk ka si problem me zhvillimin e jetës. Përkundrazi, fton në zhvillimin e jetës. Edhe nuk ndahet. Nuk ndahen nga njëra tjetra. Mirë po, ai ezani është për të stopuar këtë aktivitet dhe për të bërë një rizim. Mos e harro veten. Kjo është mos harrosh veten. Kjo është zimi ditor, po është dita e xumë. Pse është obligim dhe pse kur njeriu shkputet 2-3 herë nga xumaja, po themi nga bashkësia, pse janë tjetër debat që ulëm pa vërtet. Sepse rrezikon të bjerë në një gjumë që nuk del dot prej tij. Do thënë, ajo është zgjimi javor që bëhet. Ramazani pastaj është zgjim për gjithë vitin, ai është jep kuptim gjithë pjesës tjetër. Umre dhe haxhi, pse janë të veçanta në jetën e njeriu? Më përpara, natyrisht një haxh mund të bënte njeriu brenda, mundësive, por për to ishte zgjim. Për to ishte sikur gati ajo është gati të takojë Zotin. Në çdo moment ajo është haxhi dhe ka qenë mysafiri i Zotit. Sot fal Zotit, njerëzit kanë mundësi të shkojnë shpesh nëpër umret e tyre dhe unë këtë them. Shifeni atë si moment rrezimi dhe fal Zotit në të gjitha situatat, umra e jep një ndikim të tillë. Me vërtet e shkund njeriu, e shkund nga ato monotonia, ajo gjumi i përditshëm, i fillon sistemon disa objektiva, si më thënë. Atëherë, kjo është pjesa që feja është shumë dinamike, Islami është një fe dinamike, nuk është i kufizuar vetëm Ramazan. Ramazani është vendi ku është bashkuar koha, është bashkuar mirësia, është bashkuar largimi i ligësisë, të keqes, është përgatitja shpirtërore, janë bashkuar gjithë të mirat në Ramazan. Ama prap feja ka të dinamikën e saj dhe jashtë Ramazanit, prandaj obligimet fetare janë shumë të dobishme, janë parsisht për njeriu, dhe ne i quajmë ato obligime sepse Zoti ka bërë detyrë, por nuk janë të karakterit të barrës mbi supe. Ato faktikisht nuk janë puna, janë ndalim i rutinës edhe ta shkundin njeriu që t'i japin atij energji për të vazhduar rrugtimin e tij. Edhe kështu duhet parë edhe pjesa tjetër që vjen pas Ramazanit. Ai boshllëku që krijohet, që thash është i natyrshëm, ai nuk duhet na kthehet në një demoralizim. Përkundrazi, ne do të themi që shqyr na dha Zoti mundësinë me mbrit të Ramazan. Po ku do të ishim ne, po mos kishim agjëruar, a do kishim në jetë të tilla, do kishim të pasuri shpirtërore. Tashmë sfida natyrshëm që është një karakteri tjetër, pasi jeta kthehet në realitetin e saj. Shejtani lirohet dhe ai vazhdon strategjinë e tij. Rruga për të ke mira nuk është kaq e lehtë, rruga për të ke keqja është më e lehtësuar. Njerëzit natyrshëm që do të angazhohen me punët dhe me, por këtu do shihet se sa ja kemi ndier lezetin këtij Ramazani dhe sa do të mundemi ta respektojmë dhe ta mbajmë Ramazanin pasi tashmë ai është larguar. Shiko profesor, se më dole një diçka ne mund ta trajtojmë. Në tezat bashkohore, një ndër gjërat që flasin është, ose më saktë edhe në diskutim, është mospaaftësia për vendimarrje. Nuk është e lehtë që njeriu të ndajë çështje, për të marrë vendim, edhe ti qëndroj atij vendimi deri gjatë. Dhe thonë që kjo vjen vetëm kur njeriu ka një përvojë. Pra ka një sukses konkret, se ndryshe e ka të vështirë, pra ose ka një dështim edhe trembët, se është edhe kjo, mund pësoj 1-2 dështime dhe ai pastaj krijon i kthehet në të kundërt ajo. Ose ka një përvojë që ja doli dhe ka guximin për të provuar përvojë tjetër. Pra e merr fuqinë për ta provuar. Dhe sot më thon drejtën përse nuk është e lehtë marrë njeriu vendim. Nuk është fare lehtë sepse janë strukturat atilla që deri diku pak i bien që të punoj pak me veten, se vendimet janë deri të mëdhajet janë strukturuara, më të voglat janë po prap strukturuara me radhë, vendimet vogla që merr njeriu. Maksimumi të merr vendim për blej rroba apo mos ta blej.
Po të marrë vendim për shpirtin e vet, për mendjen e vet, pak i jepet mundësia sot. Për ndryshimin e stilit jetesës ndoshta. Dhe për i vendim serioz. Kjo ka lidhje 30 muaj. Kam përshtypjen personal që ndihmon njeriu fort edhe ke vendimmarrje. Patjetër. Ja jep atij një forcë në dorë, ti ke mundësi më burrë dhe ta bësh një gjë plus mbi veten pra. Se nuk është e lehtë të ndryshosh dhe rutinën për shembull, po tani se kërkova i gjë të këtij Gustav Jungut për Carl Gustavi dhe po thotë gjë shumë të bukur. Kam trajtuar thot me qindra pacient. Mes atyre mbi moshën 35 vjeç. Nuk kam pas asnjë problem të pasgjithshëm përveç sa ato që kishin një problem esencial në këndvështrimin e tyre në raport me Zotin. Vetëm njerëzit që kishin lidhje me Zotin, thot, kishin një guxim aq të madh sa që mbi 35 vjeç mund bënin një ndryshim rrënjësor me veten. E ka i libër këtu, njeriu modern në kërkim të një shpirti. Ke gjithë pacientët thotë që më kanë ardhur, mbi 35 kërca përvojë, vetëm ai që kishte gjë me Zotin, thotë, më gjete i forcë, të jashtëzakonshme që e tejkalonte dhe atë ngërë që ishte bo mal tani ati, si thush. Ndoshta të agjerimi e bën të fuqi ke besimtarin. Mendoj që atyre dy elementeve që i përmendë pak, që ne themi niyeti dhe durimi, pra vendosmëria për ta bërë ndryshimin dhe forca për të shkuar në fund ndryshimit, mund të shtojmë dhe elementin e eksperiencës. Agjerimi, kjo nuk është një ditë, nuk është dhe një javë, po është një muaj. Dhe vetë, po them, ekspertët e fushës, ata thonë që një ritual i cili bëhet një disiplinë që njeriu i nështrohet rregullisht për një kohë caktuar orësh apo ditësh, siç është rasti i agjerimit, është suksesi është i garantuar. Kjo është pjesa që ne duhet ta marrim dhe ta përcjellim edhe jashtë Ramazanit, si në aspektin e nijeteve, pra vendosmërive për të bërë ndryshimin, si në aspektin e durimit, që është element shumë i rëndësishëm, por edhe po themi që ti ke një model të suksesshëm, se ke arritur ta bësh diçka të tillë. Prandaj unë them nuk ka durim më të fortë se sa durimi që fiton njeriu në Ramazan, nuk ka nijet dhe vendosmëri më të madhe se sa nijeti dhe vendosmëria e agjëruesit dhe nuk ka model më të prekshëm, dhe jo imagjinar, jo teorik, se sa vetë muaji i Ramazanit, me një kusht që ai të mos ketë kaluar në rutinë. Sepse kur ne e lëm në nivelin fizik, që ne nuk ham, pas 3-4 ditësh trupi mësohet që nuk do të hajë në këto orare. Rutinë si të ishte para Ramazanit. Po kalojnë ato rutinë, atëherë mundësia që ai ta shfrytëzojë Ramazanin pasi ka kaluar Ramazani është e vogël. Pse? Sepse siç u mësove 30 ditë të hash në këto orare, të flesh në këto orare. Do mësohesh tani do vazhdosh. Mas 3-4 ditësh pas Bajramit të kthesh aty ku ishe. Unë them, kjo është pjesa e Ramazanit që t'ia marrësh mirësitë atij, edhe këto mirësi të shoqërojnë dhe pas kalimit të muajit. Po bisedonin dhe me Baharin para se ta fillojmë. Ka një gjë që duket paradoks. Në tendencën e përgjithshme të besimtarëve, hikja e muajit Ramazanit, dashje pa dashje thash për mungesën të komponenteve që zbukurojnë Ramazanin, krijohet një lloj boshllëku. E trajtojnë si mërzi, për shembull, si muaj mërzie me radhë, se e solle pak edhe na solle me mendje. Para se dalim tek kjo, desha po të shohësh pejgamberin sallallahu alajhi wasallam tek muaji Ramazanit, për në lidhje me të që tha dhe profesori. Ai gjithmonë për ka bë, po themi, një lloj nxitje tek sahabët që të bëjnë llogaritjet për çdo natë të Ramazanit. Pra është një moment që të pranohet duaja, pra nuk kthehet duaja vakti i iftarit. Për çdo natë ka një grup që lirohen nga zjarri i xhenemit. Pastaj vjen edhe ajo që e ndan në 3 pjesë. Pra vlera 10 ditë që të parë, 10 ditë që i mesëm, 10 ditë që i fundit. Pastaj tek 10 ditë që i fundit kërkohet angazhimi më i madh. Pra një lloj që nata e kadit. Pastaj dalim edhe ke kjo që nisi Ladi, pra që nata e fundit pa është sjell edhe shembullin e atij pronarit të punëtorët, domethënë që i jep hakun. Po pra, që ta vazhdojmë profesor. Edhe vjen trajtohet si gjë mërzit. Po u mësu me këne, ato gjëra që mësohet njeriu prap i krijohet ajo rutina vet. Zoti na fton ne të festojmë. Dhe e don që ti të shkosh të kesh konsumuar përpara suneti i profetit i fortë, që ti as mos shkosh i uritur, domthon ti të kesh çele të kesh çel me diçka që ti të shkosh edhe atje, domthon ta kesh dëshmuar sa të hapësh syt që nuk ka më agjërim, do ta vazhdosh me çelje domthon. Kjo si e mëshiron njeriu tashmë pra dhe herë. Kjo është interesante se nëse e kapim brenda ditëve të agjerimit, njeriu agjeron
pastaj është traditë profetike që menjëherë sa të bëhet koha e iftarit ai duhet ta çel, madje unë them ai duhet përjetoj gëzim, sepse vetë profeti alayhis salam ka thënë ka 2 gëzime thotë. Që nuk kupton, ti duhet të përjetosh gëzim. Niko që dikush më thot po unë rridhe sepse kam probleme dhe 2 orë, 3 orë. Po vjen gjuna. Mos tregojmë çik devotshmëria, Kjo është shumë interesante. Kjo është të jesh rob i Zotit. I cili është rob i Zotit në gjitha gjendjet. Tashmë është duke u privuar, tashmë është duke shijuar dhe duke u gëzuar për atë që po, duke u ushqyer, duke treguar tamam atë devotshmërinë ndaj Allahu xhaleshanu të gjitha, se devotshmëria nuk është vetëm të largohesh nga diçka, po edhe ta bësh atë që pëlqen Zotit. Edhe ashtu na ndodh në natën e fundit të Ramazanit. Gëzimi më i madh brenda muajit është në fund të muajit, kur çelim, pra kur kemi festën e Fitrit. Prandaj themi Fitr Bajrami është festa e çeljes, e prishjes së agjerimit, dhe atë ditë madje është ndaluar që njeriu të agjerojë. Nuk mund të tregosh devotshmërinë ti në këtë ditë. Është haram. Kjo është ndaluar, por është haram sepse është festë e gëzimit. Është shumë interesant pra se si Zoti i ka vendosur ekuilibrat në mes devotshmërisë dhe privimit nga diçka, pastaj devotshmërisë duke gëzuar ti, familja jote të gëzojnë dhe gjithë njerëzit tjerë. Ka dëshmi dhe për fest përsor në kohë të profetit apo jo? Që kishte fest, organizonte dhe rënja defave, organizime me etiopianët që janë rivajetet, pra domethënë tamam gëzim. Ajo nuk është fest thjesht individuale, është fest publike, është fest, do të thënë, shoqërore, dhe vetë forma se si ne festojmë Bajramin, pra që njerëzit dalin, domethënë të gjithë. Preferohet namazja, po të bëhen. Po. Vishin rrobat e tyre më të mira që mund të jenë, të ndjekin një rrugë të caktuar, të kthehen në një rrugë tjetër të caktuar brenda mundësive, të dalin namazja, të dalin dhe ata që kanë qenë smurë dhe s'kanë agjeruar, apo dalin dhe gratë që nuk falen, edhe fëmijët të gjithë të dëshmojnë thot festën. Prandaj Zoti në Kur'anin famlar në fund të ajeteve çfarë thot? Thot që ata thot të falenderojnë Zotin i cili i udhëzoi. Festa është falënderim. Është gëzim që Zoti na udhëzoi. Na udhëzoi edhe për agjerim, na udhëzoi edhe si dim dhe si të festojmë. Prandaj ajo gjendja shpirtërore që është e natyrshme, një farë bëshllëku që krijohet, një farë melankolie, ajo kanë qenë dhe ato ilahit që ne gjithmonë elveda, lam të mirë, Ramazan, kështu me radhë, ajo është normale se shkputesh prej një kënaqësie, caktuar vërtet. Por nga ana tjetër, këtë breng, këtë bëshllëk duhet ta mbushësh me konceptin e festës, dhe festat janë shumë interesante në Islam sepse janë festa, nuk janë individuale. Janë festa që njeriu mundohet ta ndaj gëzimin. Po ka hesa dhe ka Fitrin, do ta ndaj se s'bën me të varë për një herë që e ka detyrë. Ta bësh festën duke uruar tjetrin, duke përqafuar domethënë tjetrin, duke ndarë ato gëzimin me to, sidomos me njerëz, vizita që do të bësh, të smurët, ata njerëz që me të vërtetë duke shkuar dikush për vizitë. Kjo është një koncept shumë i madh me tregu që Zoti e do që njeriu të festojë. Islami e nxit njeriu që të festojë, por është një fest me një koncept pak ndryshe nga konceptet e festës, që nuk është festë, edhe pse jemi shumë në numër, individuale në kuptimin e kësaj, nuk ka shatrim, nuk ka papastërti që lihen mbrapa, nuk është kusht i cili vrapon të marrë atë pjesën e tij, por është një gëzim që do ta ndash me të tjerët, një gëzim që shkon me rregull, ndahesh me rregull, ndahesh me selam, ndahesh me dua, me lutje për tjetrin. Unë kam përshtymin që ndoshta dhe lezeti më i madh i Ramazanit është pikërisht kjo është nata e festës. Do ta kishte të vlerë Ramazanit nëse do të ishte gjithë viti Ramazan. Okej, ne kemi një lloj përmallimi kur mendojmë sevapet, kur mendojmë atmosferën që është kriju, po nëse do të kishim gjithë vitin, po themi agjërimin, do të ishim në njëjtin rutinë siç ishim, pra nuk është se do ta kishte këtë. Madje ajeti kuranor që ka përmend konceptin e festës, në arabisht është ferha, thot thuaj atyre o Muhammed me faljen e Zotit dhe me mëshirën e tij, me atë le të gëzojnë, është më e mirë se sa çdo gjë që grumbullojnë. Njeriu në përgjithësi feston, gëzohet kur grumbullon diçka. Çfarë do lloj gjëje? Zoti i thot mos mirë, ajo është pjesë e festës dhe gëzimit. Shihni se janë dy elementë shumë të rëndësishëm që duhet synoni të grumbulloni, se këto do t'ja plotësojnë konceptin e festës juve, falja e Zotit dhe mëshira e tij. Dhe kur më shumë se sa Ramazan, njeriu e ka ndjer faljen e Zotit dhe mëshirën e tij. Prandaj nuk ka
nuk ka moment më të merituar se sa fundi i Ramazanit që të festosh, sepse këto dy elemente janë shumë të fuqishëm. Edhe Zoti sikur, jo sikur po kërkon që ta bëj njeriu meritor për ato që aspiron. Pra duke kërku vazhdimisht, duke u ngrit, pa ti je musliman në agjerim, je musliman në gëzim, je musliman me familje, je musliman me pra në gjitha situatat, pra dhe ti bësh meritor, pra e përshtat veten me ato që Zoti me ato konjunkturat që ka përcaktuar. Po. Ai vjen tek ai koncept që Ladi nisi tha, ti mundesh në çdo aspekt ti mund ta shfaqesh adhurimin, mund ta adhurosh Zotin me agjerim, do ta adhurosh me gëzimin tënd, do ta adhurosh në punën tënde të përditshme, në ritualin po themi fetar, në marrëdhënie me të tjerët, duke i bërë qefin dhe vetes tënde brenda kufirit halal, ajo është pjesë e adhurimit. Kjo e shtrin dhe e bën jetën, e ngjyros të gjithë jetën me po themi me ngjyrën e adhurimit dhe marrëdhënieve miqësore me Zotin e gjithësisë. Dhe nëse ne arrim adhurimin ta zbresim dhe ta fusim gjitha damarët e jetës, do të jetojmë shumë më kollaj dhe shumë më të lumtur. Edhe shijon. Edhe do ta shijosh. Kur e merr me këtë dimension. Patjetër, do ta shijosh çdo lloj situate ka për ta shijuar. Nuk është e largët tradita profesora që termi nuk është se s'është dëgjuar që të shkosh ke Zoti vetëm nëpërmjet vujtjes. Pra, është traditë e kulturave të ndryshme fetare që Zoti adhurohet vetëm në vujtje, pra në kuptimin aty e tregon ti devotshmërinë. Ndëshkimi pra është ndihesh keq, fiks ndihesh gjithmonë ai njeriu i pafalur, në farë forme. Pa biles po të shohësh edhe te këto seriale te këto, ai i miri nuk ka fat, nuk i ec. Së gjithmonë këtë. Kjo është një koncept që në Islam nuk e gjejmë, faktikisht njeriu nuk duhet ta synojë vojtjen sprovën, siç thot vetë profeti ai, mos u lutni që t'ju sprovoj Zoti. Se dikush thot kam dëshirë të më sprovoj Zoti, pikërisht. Mos e lutsni Zotin që t'ju sprovoj, por nëse ju godet sprova, atëherë jeni durimtar. Prandaj nuk është objektiv që njeriu të vështirësoj vetes së tij apo të ndjekë. Po dhe shkaku i zbritjes së ajeteve koranore Rabbena atina fid dunya hasane, kam idenë se kjo histori është, kjo ndodhi është, pa i madhi Zoti mëson se si edhe të lutet. Të lutesh pikërisht për këtë pjesë që ama kur jeta me kaderin e Zotit të ballafaqohen me vështirësitë, me situata të pakëndshme, kjo është momenti që duhet ta tregosh ti burrinë, devotshmërinë dhe qëndresën tënde në situata të tilla. Islami nuk mendon që rruga për në parajs apo të kënaqësia e Zotit vjen nga vuajtja, nga dënimi, nga keq trajtimi, siç ka ndodhur në kohën e profetit alayhis salam, që kishte persona që ishin dalë, agjeronin dhe rinin në diell. Dikush tjetër tha nuk do të martohem, dikush tjetër tha unë do të agjeroj tha natë ditë. Dikush tha nuk do flej gjithë natën, i tha atij, merreni tha dhe futeni. Në duke janë vepra të lavdrueshme. Me niyet, me qëllime të mira, tha merreni, urdhërojeni tha që të futet në hije dhe të plotësoj agjerimin e tij, se nuk ka Zoti nevojë për dënimin që i bën ai i person vetes së tij. Nuk kënaqet Zoti nga dënimi që i bën. Kjo është ideja që në të gjitha situatat këtë objektivin e devotshmërisë, të adhurimit, ta zbresim në damarët e jetës tonë, se jeta do të vazhdojë ajo që është. Do kemi punë të përditshme, familjet tona, kënaqësi, vujtje nuk i zgjedhim, nuk i duam, nuk i zgjedhim, por i sjell jeta. Nëse sprovojmë të qëndrojmë që këto situata është ta shijosh adhurimin, durimin dhe të marrësh po themi ne sevapin të gjitha situatave të. Kjo është jeta e njeriu. Profesor, shumë faleminderit. Ne besoj që e trajtuam të pjesë dhe shpresoj që ta ketë pranuar Zoti dhe Bajrami le të jetë i mbarë i mirë për gjithë besimtarët. Kështu që Zoti shpërblef që ishe me ne në podcast. Faleminderit dhe juve Zoti të qeni Ramazani bereqetshëm dhe këto episodet e Ramazanit inshallah ti shtojmë sa më shumë dhe në Ramazane të tjera Zoti na mundsojë që Zoti është shpëlef dhe juve dhe mysafirëve që ju kanë nderuar në këtë tavolin, dëgjuesve, vëllezërve dhe motrave që kanë qenë jo thjesht me veshjet e tyre, por edhe me lutjet e tyre. E shpresoj që me të vërtet për këtij Ramazanit kemi dalë siç duhet kishim nisur, njerëz më të devotshëm, njerëz më të ndjeshëm shpirtërisht, më të dobishëm për familjet tona dhe për pjesën tjetër të shoqërisë, dhe siç ne kemi mbajtur Ramazanin, shpresojmë që ai të na mbajë neve. Dhe kjo do të duket pjesën në 11 muaj të tjerë të vitit, dhe çdo ditë, çdo angazhim i ynë qoftë në kuadratin e adhurimit, të fitimit të kënaqësisë së Zotit, prandaj Zoti na e pranoft të gjithëve, sidomos juve të dyve, se
keni qenë më të angazhuar. Shpresoj që gjithmonë ta takoj Zotin në takimet dhe mezhliset hajre. Amin, profesor, faleminderit. Bahar, shumë faleminderit që ishe me ne, me Minberin në këtë zinxhir të podcasteve. Zoti ta shpërbleft. Inshallah të shtojmë edhe të tjerë. Amin. Nderuar vëllezër dhe motra, ne këtu e mbyllim podcastin e Ramazanit. Qendra Minber tregon në një farë forme dhe misionin e saj që është një tryezë, një diskutime, një mendimi të gjithë llojit pikpamjeve për t'i dhënë një tryezë më të gjerë diskutimit fetar dhe diskursit fetar, për të ndihmuar atë mendim që bashkarisht të krijojmë një kulturë fetare më të mirë, më të duhur dhe më të jetueshme mbi të gjitha. Gjithsesi, unë jam Zotit falendrues që na mundsoi këtë program dhe shpresoj që Qendra Minber të mbetet një dritare e hapur për projekte të tjera, për diskutime të tjera, për podiume të tjera, të cilat do të na gjeni shumë shpejt në rrjetet tona. Deri në takime të tjera, shumë faleminderit që ishit me ne. Gëzuar për shumë vjet Bajramin, Zoti e pranoftë agjërimin tuaj. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.